Një situatë të tillë. Ke për të bërë një film ku aktorët do jenë politikanët shqiptar. Cili do ishte protagonisti? Me që kam punu me të, sigurisht do vija kryeministrin Rama. Okej. Antagonisti? Ku ke punu me të tek fushata e 2017. Ja, mendova në ndonjë film. Jo, kam gjiruar, kam qenë në regjizor tek fushata. Okej. Ka pasa video të lezetshme që ja kam bërë unë. Okej. Dhe ka qenë shumë interesante të punoja me të. Dhe besoj që ka shumë talent për ta bërë atë gjën. Ka absolutisht ka. Por antagonist, mirë, do ishte shumë e thjeshtë të thoja Sali Berishën, por Po zgjedh Lulin. Ja, duhet një se di, nuk e di. Është interesante. Monika. Okej, Monika. Si duket si opinioniste një herë Monika? Se u kthem prapë Big Brother tash. Jo, vetëm që erdhi rasti. Mirë, është interesante, është një frymë e re. Okej. Se di, nuk e di. Okej. Po marrim rolin e një vajze që ka përcen të gjitha sfidat. Kush nga politika shqiptare do ta luante? Po nuk i njoh kaq mirë këto politikanë. Një vajzë ka përcen. O mirë, e bëjmë ndryshe atëherë. Cila nga vajzat e showbizit shqiptar do ta bënte këtë rol? Një vajzë që ka përcen të gjitha sfidat. Po. Do të them Anna Lika. Okej. Është aktore e Viva dur. l'amor. Por që nuk do ta merr janë film. Pse? Është e pamenaxhueshme. Nuk e Vjen kjo për shkak të raportit personal apo? Po, edhe kjo është. Ajo kur jam unë regjisor llastohet, nuk e Ana, herën tjetër këtu në studio të nxjerrim palarat e Bjordit. Ajo më degeneron mos e fto. Okej, më gjej një rol tjetër tani. Kush superheroi kush do ishte? Superhero këtu do ishte Arber Ajdari. Okej. Me që ishim ke Bigu. Interesante. Më gjej një rol tjetër tani. Se po mendoj. Kush do të shpikte bombën atomike? Jo, doja për shkakun Luli. A mos e do ta shpërtente nga që do llogariste gabim. Doja një rol karakteri, pra rol Karakteri është avokati i popullit, si e kishte Shabani. Jo, që ka qenë Spartak Gjela? Ngjela. Spartak Ngjela, okay, po. Interesante. Ai kishte bërë zërin. Mi ishin këto politikanë, mos më vinin po film është. Film është tani. Film është. Nuk është se zbesoj që ti do të çoje buxhet dëm për të bërë filme politikën shqiptar. Jo. Okej. Film është. Është vetë film, s'ka nevojë të lodhesh. Po pra, ato duhet na bëjnë skenaret ne se janë më të mirë. Janë shumë deri tani. Po, nëse do të bëje një film për jetën tënde, çfarë titulli do t'i vendosje? The Lucky Guy. Se mendoj kam e më vetë për një njeri me fat, domethënë kam patur shumë fat në jetën time. Domethënë duke menduar se si ishte predispozitat, ishte jeta ime. Si ishte? Domethënë nga rrethanat kur kam lindur është shumë e gjatë, por mendoj që duke e nisur me dizavantazh siç kam nisur unë, kam qenë shumë e fat për të arritur ku jam sot. Mendoj që gjatë jetës, edhe pse kam patur shumë fatkeqësi si gjithë, po në fund unë besoj që është fat që unë jam sot kështu siç jam edhe bëj atë që bëj. Se fati mund të vi, po nuk plotësohet kurrë pa pasur punë. Mirë, jam edhe me fat që kam punuar kështu. Do të thënë koncept pak për të përthelluar. Kam përshtypjen që tani në mendje të kaluan ta gjëra. Që madomendja nuk është fort e thjeshtë ti ndash edhe ti flasësh me të tjerët. Cila është? Pse e tenton ti? Hajde, më pëlqen kur ajo. Jepi. Këtë punë kemi more Bjordit ç'të bëjmë. Jepi. Ambicia është gjë kryesore. Cili do ishte momenti
po e marrim në film, në këtë rast do t'rregoje për jetën tënde. Momenti që të gjithë do t'i linte gojë hapur, pa fjalë dhe shumë të prekur. Kur ta shihnin që nuk jam kaq angjëllor sa që njerëzit mendojnë që jam. Tek ajo pjesa e filmit të errët, të eksperiencat e mia të pak jo unpopular, besoj që njerëzit do rinin gojë hapur. Okej. Po që nuk do jo t'rregoj me detaj. Ja, unë këtë po përpiqesha të mendoja tash. Nuk e arrin dot ta në lehnet më be. Okej, nuk po të ngacmojmë më shumë. Pa e lë me kaq. Pa e lë me kaq, po jo të mos bëjmë më pyetje, më rregull. Unë po mendojmë akoma. Po ky çka ka Po mendojmë, çfarë do këtë bërë? Çka do këtë bërë? Ke gjëra të rënda, po gjëra që do thosh, e bëu me vërtet Bjortik. Ja. Me vërtet. Sa të mbarojmë këto, se po s'na e tha këtu, do na e them. Po ja them pastaj ke balkoni juaj të bukur. Okej, e mbyllim ikëm të balkonit atë. Me gatimin si ke marrëdhëniet, me ushqimin. Unë gatuj, atë që gatuaj shumë mirë. Pasta, besoj. Tani, nëse gatuj pasta, e gatuj me sy mbyll. Po unë vet nuk jam shumë i pastës, domethënë vetë pasta nuk më, kështu që evitoj, por jam gatuj mirë, kam fatin që mami është kuzhiniere, profesioniste dhe kam mësuar nga më e mira dhe nuk është se bëj 1000 pjata të ndryshme, por ato që i bëj saktë. Sigurisht kuzhinë italiane bëj më shumë. Por nëse do zgjedhim një signature dish, imin është risotto me funghi porcini. Super fair. I thjesht, por atë e bëj më mirë se çdo njeri që. Më mirë të bësh gjëra të thjeshta dhe ti bësh mirë se sa të tentosh tek të komplikuarat. Se po të pyes për këto gjëra që janë jashtë asaj që ne mund të shohim që është filmi. Dhe të njohim pak edhe në jetën e përditshme. Cila është gjëja e parë për shembull? Jo që bën në mëngjes, se kjo s'bën sens. Po. Merrem me gocën. Kur del nga shtëpia. Merrem me gocën. Mund të marrësh në një përgjigje. Jo, tani ka një vit që unë gjëja e parë që bëj në mëngjes është ri me gocën 2 orë. Kujdesem për të se zgjohet shumë herët. Dhe e keni çuar në çerdha apo jo? Jo. Ende jo. Është nuk e dia du ta çoj apo jo, se s'ma bën zero, ma du ta kem afër gjithkohë. Si po shaka. Dikush duhet ta mbajë se ju. Po. Gjëja e parë varet se viti im ndahet në 2 pjesë zakonisht. 6 mujori që un punoj me një produksion edhe 6 mujori tjetër që punoj për produksionin tjetër që do vi. Pra rutina ndryshon edhe nuk e kam një gjë të përditshme. Por kam një rutinë që në mëngjes, me që zgjohem gjithmonë nga ora 5:30, organizoj mendërisht ditën time, që unë kur të dal pastaj jam vetëm duhet të ekzekutoj. Zgjohesh se nuk e zgjon? Jo, unë kam një zgjedhje. 7-8 vjet që unë zgjohem në 5:30 pazile, më është mësuar trupi. Tani këto muajt e fundit goca ma ka shkatruar te orarin, por orari im zyrtar ka qenë gjithmonë 5:30. Interesante, që nga për emision mëngjesi ti. Beson ti te kjo që thonë që njerëzit që zgjohen herët bëjnë suksesshëm? Nuk e di, jo. Varet. Ka njerëz që po uzjon herët. Jo, se kam ja 5 vjet që zgjohem shumë herët. Jo. S'ke bërë prokopini atë. Ka njerëz që po uzjon herët nuk funksionojnë për 3 orë se nuk e marrin dot veten. Unë funksionoj, mua më duhen pak orë gjumë. Edhe mëngjesi për mua kam nevojë ta shoh fundjellën që të dali, nuk e di, kam si fiksim, më duket sikur kam arrit vonë. E kam vënë re që kur zgjohesh herët je më produktiv. Po. Ke më shumë kohë për mua që të paktën të organizosh atë ditën, që ta dish, sot kam këtë dhe kur del nga shtëpia vetëm i ekzekuton, nuk është që zgjohesh, është ora 8:30 do të ikë ke puna, pastaj nuk ke kohë ta elaborosh, kurse unë kam atë përgatitjen dhe thjesht ekzekutoj deri në darkë. Pastaj flej herët ose. Mirë pra. Se ke orare të rregullta të gjumit, gjithçka është e mundur edhe nuk është mundon shumë. Daljet në blog kështu besoj e kam mbyll punët me ato. Un kam harruar edhe emrat e lokaleve të blogut e beson apo jo? Sot po i mendoja që kam qenë në fat që kam përjetuar atë jetën e natës Tiranës para 10 Po nuk është më si dikur. Nuk është, këtë po them. Sidomos pas pandemisë, pandemia e goditi shumë fort. Unë vetë po mendoja, nuk bëhet më besoj ajo jeta e natës që bëja. Tani s'do e bëja dot nëse s'kam energji, po tani edhe unë më bënja 3 muaj pa dal, po
Herën e jeni fundit motrim. që kam dalë nuk më duk njëjtë, nuk më duk njësoj. Unë tani se konceptoj do të dalë mas orës 8 nga shtëpia. Si ndryshua ka jeta e njeriu, po do. Ma Nuk ma bë më me sy asnjë lloj lokali as filma. Filma. Filman. Në çfarë ore nisin filmat? So hapet Nuk kinemaja marrë. shtëpinë tuaj? Nuk marrë. Tani këto kohët e fundit televizori është i pushtuar nga goca, që nuk shef televizor, se është shumë e vogël për ta parë, por ka qef Lilo dhe Stitch. Ka rastisht. Kush nuk e ka shef atë? Jo të riun, domethënë atë të vjetrin, të Vjetrin, po. 2000-shit. Ajo nuk shef asgjë, nuk e të rriq vëmendjen, edhe jam i lumtur për të gjën që nuk e don ekranin. Por po i vure Lilo dhe Stitch, ajo dashurohet, edhe nuk do Stitchin, po do Lilon. Sa herë del Lilo shef kështu edhe ri, besoj lun, ri me librat e veta, por taketa aty është kështu që filmi fillon në mëngjes deri në darkë është Lilo dhe Stitch. Unë dhe Ana kemi filluar ta i dim batutat kaq shumë. Po. Kemi gjuar kaq shumë herë se rim në shtëpi ajo bën punë, unë bëj diçka dhe ndërkohë që jepet filmi, ajo thot batutat e veta, unë them batutat e mia, gjithë e na shef gota kështu, që si ka mundësi që Ohana do të thot familje Familje. dhe familje do të thot që askush nuk mund të braktiset apo të harrohet. Bravo Viola. E vërtet. E, ne po ka shohim bërë- italisht, po okay. e dim përmend që italisht, po. Kështu që- Oana significa famiglia, famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato. E pra, E ky bukur. është nocioni i familjes. Mirë, Ah, regjisorët, si thua, regjisorët po i bëjmë. do t'i bëjmë regjisorët. Hajde bëjmë. bëjmë regjisorët. I bëjmë regjisorët. Me zor po presin gjithë. Tani po bëjmë një gabim me emrat, ato Bjort na fal. S'ka problem. Po do përpiqemi të bëjmë më të mirën tonë. Po e nisun. Alfred Hitchcock apo Stanley E Kubrick? bukur Alfred Hitchcock. Atëherë, Hitchcock apo Kubrick. Okej. Federico Fellini apo Ingmar Bergman? Fellini. Okej. Megjithëse është e vështirë, po. Akira Kurosawa apo Jean-Luc Godard? Kurosawa, gjithë jetën. Orson Welles apo John Ford? Orson Welles. Sofia Coppola apo Greta Gerwig? Sofia Coppola. Catherine Bigelow apo Mund të kalosh tek tjetër. Ja, ma thuj. ma bërën e fudje. Catherine Bigelow apo Ava DuVernay? Okej, besoj që kam parë film të kësaj të dytës. Okej, themi Kathleen Bigelow se Bigelow. Jane Campion apo Chloe Zhao? Asnjërin, as tjetrën. Klo. Hajde. Okej. Okej, Patty Jenkins apo Celine Sciamma? Nuk e njoh këtë të dytën, po atë do zgjedh se Patty Jenkins nuk e shoh dot me sy. Nuk e dua si regjisore. Tarantino apo Nolan? Tarantino. Nolan është një mohabet në vete. Okej. Po pse u burn? Mos më bëj të flas për Nolan. Po jepi Po fol. pse u burn? Nuk dua të flas për Nolan. Çfarë ka që shkon? Do armicoj gjithë fanbezin e tij. Ka edhe Unë Dhe nuk ne e këtë dua duam. Nolan. ne po presim me faktet e filmin e ri të Që duhet të jetë filmi i fti më i mirë, sepse është një histori që ne e njohim. Dgjoj, Nolan për mua është pak mashtrues. Oh, Nuk si mund ta formuloj pa dal nëse na bëri Idiot. kurioz. Po ti Dgjoj. Ha. Çdo film i Nolanit ka një gjë. Ka një temë dhe ngre një hype mbi një temë që njerëzit për të cilët njerëzit kanë një koncept jo shumë të përthelluar dhe bën një film super të bukur i realizuar në mënyrë perfekte, ka një linguazh që nuk e kritikoj dot, është regjisor fantastik, ka lëvizje kamere që vetëm janë shkollë. Por unë kritikoj storytelling e tij. Domethënë gjithmonë rrotullohet filmi mbi një zgjidhje që në fund nuk vjen kurrë. Marr Interstellar për shembull. Okay. Unë Me Leonardo DiCaprio. Jo. Matthew McConaughey. Po, Matthew McConaughey. Interstellar është, shumë i bukur. Është një film që
ti e ndjek nga fillimi në fund sepse thu, okay, çfarë histori po na tregojnë, ku do me dal. Janë ca tema që njerëzit i kanë dëgjuar këto vitet e fundit, jo Vrima e zezë, jo koha që është relative, kanë disa koncepte që i kanë dëgjuar i çik këtu, i çik aty. Ai i përdor në një mënyrë shumë të bukur këtë gjë, por në fundit nuk të jep një zgjidhje. Në fundit, çdo gjë që ka ndodhur në atë film ka ndodhur nga fuqia e dashurisë. Po përdor një shembull shumë banal të Interstellarit. Këtë gjë e ka bërë në çdo film. Tek The Prestige, ai ngren një hype shumë është historia shumë e bukur, sfida e këtyre të dyve, si do ja bëj, si dreqin e ka gjetë ai që klonohet edhe edhe në fund fare jep një zgjidhje që okay, është magjike. Mua kjo më duket pak si tallje. Domethënë të ngren spektativa në një mënyrë fantastike për t'i dhënë një zgjidhje pastaj në fund që ndodhet edhe tek Oppenheimeri për shkakun. Oppenheimer është ndryshe sepse është biografik. Është biografike, edhe nuk e ka çfarë i biografike. bën. E kuptoj. Edhe aty deri diku për mua Oppenheimer është nuk më ngopi. Dhe shkova deri në fund atij filmi, okay, është trajtuar në mënyrë fantastike, po në fund okay, E kuptoj. Ai gjë që srri. Po, prandaj unë them që hype-i rreth Nolanit është pak i forcuar. Edhe është merita e tij, sepse të mashtron me një linguzh kinematografik që është për shkollë, domethënë është një kineast i mrekullueshëm. Urime sapo më re njeriu më i urryer i fansave të Nolan. Do presim atë Odiseun, do ta shohim në fakt se më bëre. Odisea do jetë i bukur. Do ta shohim tani përmes kësaj perspektive që sapo më dhe ti. Po jo, por unë mendoj se kjo Odisea nuk do ndodhi ky problem, sepse Odisea është një histori që fillon dhe mbaron dhe ne e dimë se si fillon dhe mbaron. Okay. Por shembull edhe tek Dunkirk. Po. Dunkirk mendoj që është një nga filmat më të bukura të Nolanit, pikërisht sepse nuk ka nevojë për një narrativ, nuk është se ka fillon një histori dhe mbaron. Ai është thjesht pure kinema, të tregon, ta jep një gjendje ndryshe, të tregon një gjë tjetër. Por kur bëhet fjalë për një histori që duhet në fund të japi një zgjidhje që ti thosh ai aty të mashtron pak për mua. E kuptoj. Vazhdojmë poshtë pas Christopher Nolan. Më fal, jam unë të shi. Denis Villeneuve apo David Fincher? David Fincher, okay. Okay. Bong Joon-ho apo Taika Waititi? Waititi. Taika është du shumë, por sigurisht Bong Joon-ho është maestro absolut. E vërtet, absolutisht është super regjisor. Wes Anderson apo Paul Thomas Anderson? Paul Thomas Anderson. Pedro Almodovar apo Von Kar-wai? Why? Si e kamër burit. Është asus dita të premtoj, po besoj që Almodovar sepse i kam parë më shumë filma. Okej, s'do isha dakord, unë këtu jam me Wong Kar-wai, është super regjisor. Nëse. Jo, mbase, po unë nuk jam shumë confident me punët e tij dhe s'dua të sërish vim tek një tjetër korean, Park Chan-wook apo Lars von Trier, e vështirë kjo? Jo, s'është fare e vështirë. Shkoj ke Park, sepse wow. Kjo e shton bindjen time që filmat dhe kinemaja koreane është fantastike në fakt. Po, koreanët kanë një mënyrë tjetër për të bërë për ta konceptuar të gjithën, është fantastike. Po, të tregon natyrën njerëzore në mënyra që filmat e Hollywood akoma nuk kanë arritur ta tregojnë. Okej. Martin Scorsese apo Steven Spielberg? Steven Spielberg. Është e vështirë kjo e fundit sepse i du të dy, po Steven Spielberg është zoti në tokë për i regjisorëve për mua. Ja, do të them një tjetër zot në tokë, po për një tjetër zhanër filmi. Hayao Miyazaki apo Tim Burton? E vështirë. E vërtet? Është vështirë. Për mua do ishte fare vështirë megjithatë. Janë dy, domethënë do të them Tim Burton vetëm sepse më ka ndikuar më shumë tek jeta ime. Filmat e tij kanë qenë më shumë afër. Kurse Miyazakin e njoha më i rritur. Dhe do ta them thjesht por mendoj që Miyazaki edhe ai është një gjeni, një vlerë njerëzimit që jemi me fat që e kemi. Një zhanër të preferuar filmi a ke? Unë dua filma që më argëtojnë. Mund të them cinecomics. Janë filma që unë i shoh më me
nuk portoj. Do të thonë, nëse duhet të shoh një film nga, Jean-Luc Godard, e di që duhet, ta bëj të përqendrohem, të përthollohem në atë që shoh ke filmi, kurse e di që po vuna një sinekomik, më do argëtohem pa si lloj impenjimi, kështu që e preferoj. Plus në kinema, mua më pëlqen të shoh gjëra spektakolare, prandaj edhe shkoj se është ekran i madh dhe sa më shumë efekte, sa më shumë aksion. Po horrorin? Nuk jam shumë fan si filmave horror. Më pëlqen këto filmat e Jordan Peele tani për shembull që janë pak ndryshe, po i shoh nëse del diçka interesante, po nuk është se jam fans i filmave horror. Okej, mendoj që edhe ne këtu në Shqipëri mund të fillojmë edhe të prodhojmë filma horror. Shqipëria ka prodhuar më shumë filma horror se sa. Po s'na kanë trembur. Jo, çdo vit bëhet një film horror këtu në Shqipëri, një tip indie, sa dush bëhen. Po se janë edhe filmat më të thjesht realizueshme zakonisht, janë ato që kanë buxhetet më të Okej, ja këtë nuk e di, mendoj që kushtonin më shumë filmat horror. Jo, historikisht filmat horror janë me buxhet të ulët, ka edhe ato sigurisht ato colossal horror, po majnë për buxhete të ulta. Çuditshme. Film horror. Të duhet vetëm gjak, çfarë do duhet? Po sa kushtojnë gjaku? Shumë pak. Shumë pak. Do bëjmë një film horror. Bëjmë. Sepse është e thjeshtë, jo sepse ka kosto më pak, është e thjeshtë sepse struktura e një filmi horror është shumë më e menaxhueshme. Domethënë mund ta bësh një film horror që zhvillohet në një dhomë si kjo. Okej, nuk ka nevojë për ndonjë rekvizit. Kupton, kur gjen Chelsea për të trembur njerëzit, vlen çdo gjë në një film horror. Edhe është e bukur ai filmave horror është kjo. Që ka rregulla, kurse një film romantik ti duhet se s'bën të kesh një zhvillim, një fillim, një zhvillim, një fund që duhet ta tregosh në atë lloj forme, ka nevojë për lokacione, ka nevojë. Kurse horrori s'ka rregulla. Në fund fare Bjordi, një ftesë për publikun, çfarë duhet i bëj ata të vinë në kinema, edhe pse do i kenë marrë gjitha biletat. Hajde në kinema sepse është një film që do ju argëtoj. Është një film që do ju tregoj një histori që se keni parë asnjëherë. Është një film që do ju bëj të qeshni shumë, do ju bëj edhe të qaj, të qani. Dhe çfarë t'ju them? Hajde sepse kinemaja është vendi më i bukur në qytet. Ku ka më bukur? Nuk ka më bukur realisht. Nuk ka më bukur, kjo është e vërtet. Dhe kur ti të duash të shkosh në kinema, jo për filmin tënd. Po. Ne Po për të parë ndonjë film tjetër. kemi një bilet dyshe, mund të shkosh me Anën. Jo, me Anën, jo. Herën tjetër Ana këtu do nxjerrim të palarat e Bjordit. Jo, Ana shef filma. Po më mos di dhe ti filmin, thuaj të kam bërë një surprizë. Kur të duash është bilet pa datë, mund të shkosh kurdo që është filmi yt i preferuar, tani pas 3 muajsh, ku diun pas një viti, dhe ta shijosh. Shumë faleminderit. Është një nga dhuratat më të bukura që mund të më bësh mua, është kinemaja. Realisht është vendi më i bukur në botë. Faleminderit Cineplex që mbështet kinematografinë shqiptare, që mbështet filmat e mi, është era e dytë që e mirëpret. Edhe prisim filma të tjerë. Edhe bëni sa më shumë filma, njerëz. Jo, ti themi ty pra, ti bëj sa më shumë jo. filma. Se vimi shohim, o Bjordi, Ti bëj s'kemi sa- ç'bëjmë. Që ne vim ti shohim sa më shumë produktivitet. Të falenderojmë shumë që ishe pjesë e Unë ju Kinotekës, falenderoj, jeni shumë të edhe urojmë shumë suksese, gjë për cilën ne jemi të bindur që do ta keni edhe me këtë film. Faleminderit, shpresojmë. Ju miq të Kinotekës, e dini që ky është momenti që ne kemi arritur në fund, por mos harroni që takimi i radhës është të mërkurën tjetër në orën 17:00 deri atëherë qëndroni të sigurt, të lumtur edhe të bujqësishur. Mirupafshim dhe miru takofshim. Mirupafshim. Mirupafshim.